shumë gra besojnë se të kesh një burr do të thotë kur ai është fizikisht i pranishëm, i përgjigjet mesazheve, thotë të dua ose ndan kohën e tij. Por në të vërtetë, lidhja më e thellë është e padukshme, ajo ndihet. Carl Jung tha se lidhjet e vërteta nuk lindin në sipërfaqen e dëshirës, por në rrënjët e pavetdijes. Prandaj ekzistojnë dashuri që mbijetojnë pa kontakt dhe marrëdhënie që vdesin edhe pse njerëzit janë bashkë çdo ditë. Të kesh një burr nuk do të thotë ta zotërosh atë, por të jetosh në mendjen e tij, në kujtesën e tij emocionale, në pjesën e shpirtit të tij që nuk mund të shkëputet prej teje, edhe nëse përpiqet. Kur një burr është i lidhur emocionalisht, ai nuk ka nevojë të shohë për të menduar për ty. Prania jote bëhet një simbol, një energji që e ndjek, e frymëzon dhe në të njëjtën kohë e shqetëson. Dhe gjëja mahnitëse është se kjo lidhje nuk vjen nga ajo që ti bën, por nga kush je kur ndalon së kërkuari miratimin e tij. Në momentin që një grua ndalon së dashuri të pëlqejet, energjia e saj ndryshon, ajo nuk lëshon më mungesë, por fillon të rrezatojë autenticitet. Në nivel psikologjik, kjo zgjon tek burri një impuls të lashtë lidhjeje. Ai nuk sheh më vetëm një grua, por një pasqyrë të asaj që shpirti i tij përpiqet të kuptojë. Jung e shpjegoi në mënyrë të përkryer: dashuria nuk ndodh midis dy personaliteteve, por midis dy pavetdijesh që njohin njëra tjetrën. Kur një grua arrin këtë rezonancë të heshtur, ajo bëhet e paharrueshme. Jo për shkak të pamjes apo fjalëve të saj, por sepse ka prekur një pjesë të tij që ai as nuk e dinte se ekzistonte. Pastaj vijnë konfuzioni, frika, dëshira dhe kundërshtia, por tashmë është vonë. Lidhja është krijuar. Në atë moment, ti vërtet e ke atë. Jo sepse ai është me ty, por sepse pavetdia e tij të kërkon edhe në mungesën tënde. Sepse diçka nga qenie sënde ka hyrë në mendjen e tij dhe refuzon të zhduket. Dhe edhe nëse ai e mohon, shpërqendrohet ose përpiqet të arsyetojë, një pjesë e tij gjithmonë kthehet tek ti. Kjo është fuqia e heshtur e dashurisë psikologjike. Ajo nuk fitohet me përpjekje, por me energji. Nuk mbahet me fjalë, por me prani. Dhe sapo të lind, mendja, trupi dhe shpirti i tij hyjnë në një cikël lidhjeje që ai nuk mund ta kontrollojë më. Prandaj, para se të përpiqesh ta kesh, pyete veten nëse vërtet po vibron nga thelbi yt apo nga frika për ta humbur. Sepse kur jeton nga qendra jote, nuk ke asgjë për të provuar e tërheq natyrshëm dhe e ke pa pasur nevojë ta zotërosh. Ti nuk e ke atë kur ai është me ty, por kur shpirti i tij nuk mund të harrojë. Pjesa e dytë, pavetdia mashkullore dhe pika e dorëzimit të tij. Një burr nuk bie në dashuri kur vendos ta bëjë këtë. Ai bie në dashuri kur diçka brenda tij dorëzohet pa e kuptuar pse. Jung e quajti këtë proces aktivizimi i animës, momenti kur energjia femërore brenda një burri zgjohet, e shkaktuar nga kontakti me një grua që pasqyron atë që kërkon shpirti i tij. Ky moment nuk ndodh me të gjitha. Ai ndodh me gruan që e bën të ndihet i parë pa u mbajtur, i kuptuar pa u kontrolluar. Kur pavetdia mashkullore aktivizohet, burri përjeton një përzierje konfuzuese emocionesh, tërheqje, frikë, cenueshmëri dhe dëshirë për të mbrojtur. Nuk është më thjesht tërheqje fizike. Diçka brenda tij e shtyn t'i afrohet, edhe kur mendja i thotë të mos e bëj. Ai fillon të mendoj për të pa arsye, ta kujtoj në momente të rastësishme, ta ndjej praninë e saj edhe nga larg. Ky është shenja e parë e dorëzimit të pavetdijshëm, kur ajo bëhet një mendim i vazhdueshëm pa bërë asgjë për ta shkaktuar. Jung tha se çdo burr mban brenda tij një arketip femëror anima, që simbolizon ndjeshmëri, intuit dhe lidhje emocionale. Kur një grua mishëron këtë simbol, edhe pa vetdije, burri ndjen se ajo e plotëson jo sepse i mungon diçka, por sepse ajo aktivizon një pjesë të tij që ka shtypur për një kohë të gjallë. Këtu fillon konflikti i tij i brendshëm. Egoja e tij, e mësuar me kontrollin, reziston. Por shpirti i tij dorëzohet dhe sa më shumë të luftoj kundër këtij ndjenja, aq më e fortë bëhet lidhja. Sepse pavetdia nuk njeh strategji, vetëm rezonancë. Kur një grua prek qendrën e tij emocionale, mendja racionale humbet fuqinë.
Ajo që është interesante është se ky proces nuk ka të bëjë me fjalë apo gjeste romantike. Dorëzimi shpesh ndodh në heshtje në një shikim të gjatë, një gjest të qetë, një prani të butë që nuk kërkon asgjë. Në atë moment, burri ndjen diçka ndryshe, diçka që e huton, por e tërheq në mënyrë të parezistueshme. Edhe nëse ai bën sikur nuk I intereson, trupi I tij e tradhton. Bebëzat e tij zmadhohen, frymëmarrja ndryshon, zëri I bëhet më I butë. Këto janë refleksione fiziologjike të pavetdijes, mënyra e saj për të thënë, e njoh. Ajo është pasqyra që zgjon shpirtin tim. Kjo dorëzim nuk është dobësi, por transformim. Kur një burr takon një grua që pasqyron thellësinë e tij, ai nuk mund të dojë më në të njëjtën mënyrë, sepse pas saj gjithçka tjetër duket si përfaqësore. Një burr nuk dorëzohet para asaj që e pushton, por para asaj që e pasqyron. Pjesa e tretë. Çfarë e zgjon me të vërtetë lidhjen e tij emocionale dhe çfarë jo? Shumë mendojnë se një burr lidhet përmes dëshirës, vëmendjes ose intensitetit të një gruaje që e bën të ndihet I rëndësishëm, por kjo është vetëm sipërfaqe. Lidhja e vërtetë emocionale, ajo që Jung e përshkroi si bashkimi I dy pavetdijshmeve, nuk lind nga dëshira, por nga ndjenja e thellë që ai përjeton në praninë e saj. Kur një grua rrezaton autenticitet, ajo nuk përpiqet të bëjë përshtypje apo të vërtetojë vlerën e saj. Ajo është aq shumë e lidhur me qenien e saj të brendshme, sa energjia e saj bëhet e qëndrueshme, koherente dhe magnetike. Pavetdia mashkullore e percepton këtë koherencë të brendshme si siguri emocionale, diçka që rrallë gjendet në botën e jashtme. Pastaj ndodh diçka pothuajse e padukshme. Sistemi I tij emocional fillon të asociojë praninë e saj me qetësinë, me shtëpinë, me paqen. Nuk është bukuria e saj ajo që e mahnit, por mënyra si ndihet ai kur është pranë saj. Kjo është diferenca midis tërheqjes së përkohshme dhe lidhjes së thellë emocionale. Kur ai ndjen se mund të jetë I brisht pa u gjykuar, se heshtja e saj nuk është kërcënim dhe se nuk ka nevojë të provojë vazhdimisht vlerën e tij për t'u pranuar, pavetdia e tij çlirohet dhe në atë çlirim lind lidhja. Pavetdia mashkullore nuk kërkon konkurrencë, por stabilitet. Ajo kërkon një energji që nuk e sfidon të jetë më shumë, por e fton të jetë I vërtetë. Prandaj, një grua që nuk ka nevojë të justifikojë dashurinë e saj me prova të vazhdueshme bëhet spiranca e tij emocionale. Ajo nuk e ndjek, por as nuk tërhiqet emocionalisht. Ajo thjesht është aty me një prani të qetë që e prek thellë dhe që ai nuk mund ta harrojë. Jung tha se çdo takim I vërtet është një njohje shpirtrash. Kjo njohje ndodh kur të dy heqin maskat, kur ti ndalon së përpiquri të jesh gruaja perfekte dhe ai, pa e kuptuar, lëshon mburojën e tij. Në atë moment ndodh një shkëmbim energjie që të I kalon mendimin racional. Pavetdia e tij fillon të ruajë si pjesë të përvojës së tij të brendshme. Pastaj shfaqen shenjat e holla të lidhjes. Ai të kërkon pa arsye, reagon ndaj distancës sate, kujton detajet më të vogla apo edhe të ëndërron. Nuk është magji, është projektim psikologjik. Energjia jote ka hyrë në fushën e tij emocionale dhe mendja e tij ndërton ura të pavetdijshme për të mbajtur të pranishme. Prandaj, gabimi më I madh është të besosh se mund të krijosh lidhje duke dhënë më shumë, duke ofruar gjithçka, duke treguar dashuri të pakushtëzuar. Lidhja e vërtet lind nga ekuilibri, jep pa u humbur, dashuron pa u përullur, ndan pa u zbrazur. Kur arrin këtë pikë ekuilibri, bëhesh simboli I tij emocional më I fortë, sepse një burr nuk lidhet me atë që e kontrollon, as me atë që e adhuron, por me atë që e qetëson. Kur zgjon paqen e tij të brendshme, kur shpirti I tij ndjen se mund të pushojë pranë teje, nuk ke nevojë të bësh asgjë tjetër. Dashuria e vërtet nuk është ajo që bërtet me zë të lartë, por ajo që ndjehet edhe në heshtje. Pjesa e katërt, paradoksi I shkëputjes. Kur ndalon ta kërkosh, ai fillon të kërkojë ty. Këtu qëndron një nga fenomenet më të fuqishme dhe më pak të kuptuara të psikologjisë së dashurisë. Sa më shumë përpiqesh ta mbash dik, aq më shumë ai largohet. Por kur mëson të lëshosh, energjia e tij fillon të kërkojë.
Carl Jung shpjegoi se shpirti i njeriut lëviz në polaritete tërheqje dhe zmbrapsje, dëshirë dhe rezistencë. Kur një grua vepron nga mungesa, ajo aktivizon në burr polaritetin e kundërt, impulsin për të ikur. Por kur energjia e saj bëhet e lirë, e qetë dhe e shkëputur, pavetdia mashkullore percepton diçka thellësisht ngatëruese, ai humb kontrollin mbi mënyrën se si ajo e bën të ndihet. Shkëputja nuk do të thotë ftohtësi apo indiferencë, por forcë emocionale. Është aftësia për të dashur pa e kthyer dashurinë në strategji për të shmangur humbjen. Kur një grua lëshon, ajo nuk pushon së dashuruari, ajo thjesht pushon së lypuri. Dhe këtë ndryshim burri e ndjen menjëherë, edhe pse nuk mund ta shpjegojë. Pavetdia mashkullore reagon ndaj misterit, jo parashikueshmërisë. Kur ai e di se ti je gjithmonë e disponueshme, mendja e tij qetësohet dhe humbet interesin. Por kur ndjen se ti nuk je gjithmonë aty, se jeta jote nuk rrotullohet rreth ti, lind një tension emocional që e shtyn ta kërkojë. Kjo nuk është manipulim, është natyra psikike e dëshirës. Jung tha, vetëm kur diçka bëhet e paarritshme, shpirti fillon ta dëshirojë vërtet. Kur tërhiqesh me qetësi pa mullef, pa shpjegime, krijon një boshllëk emocional. Dhe pikërisht ai boshllëk bëhet pasqyra e mallit të tij. Pa pritur ai fillon të pyes veten, çfarë po bën ajo? Pse nuk më shkruan? Mos ndoshta nuk ka më nevojë për mua? Këto pyetje nuk janë racionale, janë përpjekje të pavetdijes për të rivendosur lidhjen energjetike që është dobësuar. Ironia është se në këtë heshtje ai të ndjen më shumë se kurrë. Mungesa jote peshohet më shumë se prania jote, sepse ai nuk është më i sigurt nëse ti po e pret. Kjo zgjon tek ai një reagim të lash emocional, nevojën për të rilidhur. Mendja e tij kërkon shpjegime, por trupi dhe shpirti i tij din vetëm një gjë, i mungon. Shkëputja emocionale ka një frekuencë të lartë. Kur je në paqe me veten, jo nga krenaria, por nga dashuria për veten, ti rrezaton një energji që as nuk kërkon, as nuk pretendon. Kjo energji është magnetike. Burri e percepton atë si elegancë emocionale, si forcë të qetë, dhe në vetdia e tij tërhiqet prej saj pa e kuptuar pse. Kur ti ndalon ta kërkosh, ai fillon të kërkojë ty. Kur ndalon ti tregosh se ke nevojë për të, ai fillon të ketë nevojë për ty. Dhe kur ndalon së përpjekuri ta pushtosh, shpirti i tij fillon të ketë frikë se mos të humbë. Shkëputja nuk e largon, ajo rikthen ekuilibrin. Ajo i jep lidhjes fuqinë e saj natyrore, ekuilibrin energjik që u humb kur njëra anë dha më shumë se tjetra. Kur e arrin këtë ekuilibër, ai jo vetëm që kthehet, por të sheh me sy të rinj. Jo më si dik që e pret, por si dik që e frymëzon. Kur mëson të lëshosh, nuk je më një mundësi, por bëhesh fati i tij. Pjesa e 5, shenjat që tregon se e ke tashmë emocionalisht. Ka një moment kur gjithçka ndryshon. Jo sepse ai e thot, por sepse sjellja e tij fillon të flasë për të. Carl Jung shpjegoi se në vetdia mashkullore shpesh zbulon ndjenjat shumë kohë përpara se mendja t'i kuptojë ato. Kur një burr është i lidhur emocionalisht me ty, trupi, zakonet dhe shikimi i tij e tradhtojnë atë. Shenja e parë është kundërshtimi. Ai thot se nuk dëshiron diçka serioze dhe megjithatë të kërkon vazhdimisht. Ai pretendon se nuk është gati për një marrëdhënie, por nuk e duron dot mendimin për të humbur. Kjo kontradikt është tipike për lidhjen e pandërgjegjshme. Egoja e tij përpiqet të ruajë kontrollin, por shpirti i tij është dorëzuar prej kohësh. Ai nuk është i hutuar, është i dashuruar dhe i frikësuar. Shenja e dytë është vëmendja e pavullnetshme. Ai kujton detajet më të vogla, diçka që ke thënë, një datë, një këngë, një fjalë tënde. Kjo tregon se ti je bërë tashmë pjesë e pikave të tij të referencës emocionale. Nuk je më një grua, je një prani e përhershme brenda tij. Edhe kur përpiqet të shpërqendrohet me punë ose me njerëz të tjerë, gjithçka e çon përsëri tek ti. Energjia jote është bërë spiranca e tij emocionale. Shenja e tretë është nevoja për kontakt edhe pa arsye. Ai të shkruan vetëm për të ditur si je, bën pyetje të parëndësishme ose të dërgon mesazhe pa ndonjë arsye të caktuar. Nuk është rastësi,
është në vetëdia e tij që përpiqet në mënyrë simbolike ta mbajë lidhjen gjallë, sepse kur një burr është i lidhur emocionalisht, heshtja bëhet e padurueshme. Ai duhet të di që ti je ende aty edhe nëse është vetëm një përshëndetje. Shenja e katërt është bristësia që ai përpiqet ta fshehë. Ai fillon të tregoj anët e tij më njerëzore, frikërat, dyshimet, pasigurinë. Ndonjëherë zemërohet me veten sepse nuk i kupton ndjenjat e tij, por pikërisht në atë moment forcohet lidhja emocionale, kur ai nuk ka më frikë të shihet, sepse maska e tij nuk ka më kuptim në praninë tënde. Shenja e pestë janë reagimet e imta të xhelozisë. Edhe nëse nuk e pranon, ti ndjen se diçka e shqetëson kur burra të tjerë të vlerësojnë. Jo sepse dëshiron të zotëroj, por sepse në mënyrë të pandërgjegjshme të percepton tashmë si simbolin e tij emocional. Ky reagim nuk është proces racional, por shprehje e një impulsi instinktiv mbrojtjeje që ndodh kur ai ndjen se mund të humbas diçka të çmuar. Dhe më në fund, shenja më e thellë, shikimi i tij ndryshon. Ai nuk të sheh më me dëshirë të thjeshtë, por me njohje. Ai shikim i heshtur që qëndron një çast më gjatë është gjua e shpirtit që thotë, ti je tashmë brenda meje. Në atë çast ti nuk je më përvojë, por pasqyrë. Në vetëdia e tij të ka përfshirë tashmë në historinë e tij emocionale. Edhe nëse e mohon një pjesë e tij tashmë të përket. Kjo nuk do të thotë se ai është gati ta pranojë ose të lidhet. Shpesh një burr ka nevojë për kohë për të pranuar thellësinë e ndjenjave të tij, por e vërteta është aty, shpirti i tij është dorëzuar, edhe nëse mendja e tij ende lufton. Dhe ti do ta dish pa fjalë. Mënyra si të shikon, si të kërkon apo si të shmang, thot më shumë se çdo premtim. Në vetëdia nuk mund të gënjej. Kur një burr të ka pranuar brenda vetes, heshtja bëhet formë rrëfimi. Ai nuk e thot, por shpirti i tij të ka zgjedhur tashmë. Pjesa e 6, si ta mbash lidhjen e tij pa e humbur veten. Këtu shumë gra bëjnë gabimin më të madh. Sapo ndjejnë se një burr është përfshirë emocionalisht, përpiqen ta sigurojnë këtë dashuri, kërkojnë konfirmime, fjalë, premtime. Por paradoksalisht, pikërisht kjo e shkatëron magjinë. Jung tha se dashuria e vërtet lind në ekuilibrin midis unë dhe ti, midis dëshirës për lidhje dhe nevojës për pavarësi. Kur njëri shkrihet në tjetrin, lidhja bëhet varësi, jo marrëdhënie. Prandaj forca jote e vërtet kur e ke tashmë emocionalisht qëndron në mospërpjekjen për ta mbajtur. Duket e kundërt, por lidhja e pavetëdijshme mashkullore ushqehet nga misteri, nga ndjenja se ai nuk mund të ketë kurrë plotësisht. Kur një burr ndjen se mund të humbas, energjia e tij emocionale mbetet zgjuar dhe aktive. Nuk ka të bëjë me manipulim, por me mbajtjen gjallë të tensionit emocional që e bën të dëshirojë të pushtojë sërish. Mos jep gjithçka, edhe kur ai është hapur. Dorëzimi total pa ekuilibër çon në ngopje në vetëdia mashkullore, ndalon së kërkuari atë që tashmë e ka. Prandaj, ruaj hapësirat e tua, rutinat dhe pasionet që nuk rrotullohen rreth tij. Kur ai sheh se jeton me kuptim dhe rrezaton autenticitet, në vetëdia e tij ndjen njëkohësisht admirim dhe dëshirë. Ky kombinim është i parezistueshëm, e mban të lidhur emocionalisht pa e bërë të ndihet i burgosur. Rregulli i dytë, mos reagoni nga mungesa. Nëse ai tërhiqet pak, mos e ndiq. Në vetëdia mashkullore ka nevojë për hapësirë për të përpunuar ndjenjat e veta. Kur e respekton heshtjen e tij pa e ndëshkuar ose pa kërkuar shpjegime, i dhuron një përvojë të rrallë emocionale, atë të një gruaje që nuk ka nevojë ta kontrollojë për t'u ndier e sigurt. Kjo energji e tërheq sepse mishëron pjekuri emocionale. Rregulli i tretë, i pasqyrë, jo streh. Mos u përpiq ta shërosh ose ta shpëtosh nga plagët e tij. Çdo burr duhet të përballet me hijet e veta. Detyra jote nuk është ta shpëtosh, por t'i tregosh kush mund të bëhet. Kur prania jote e përball me potencialin e tij në vend të dhimbjes, në vetëdia e tij fillon të lidh me rritjen, jo me vuajtjen. Kjo krijon një lidhje më të thellë se çdo premtim dashurie. Rregulli i katërt, ruaj energjinë tënde femërore pa humbur ekuilibrin e brendshëm.
Butësia, empatia dhe intuita janë forca magnetike, por ato duhet të vinë nga balanca, jo nga vetë flijimi. Një grua që është në paqe me veten rrezaton qetësi që e çarmatos burrin. Ajo nuk ka nevojë të luftoj, të kërkoj apo të shpjegoj, ajo thjesht është. Dhe pikërisht kjo, tha Jung, zgjon në nënvetdijen mashkullore ndjenjen se ka gjetur diçka të plotë. Mos harro, qëllimi nuk është të kontrollosh mendjen e tij, por të prekësh shpirtin e tij. Dhe shpirti përgjigjet vetëm ndaj autenticitetit. Kur e lë dritën tënde të ndriçojë pa u varur nga etia, ai ndjen se dashuria jote nuk e kufizon, por e lartëson. Kështu lidhja mbetet e gjallë pa humbur veten, jo përmes luftës, por përmes qetësisë, jo përmes nevojës, por përmes tërheqjes natyrore të një gruaje që e di vlerën e saj. Mos e mbaj ndriço dhe ai do të di ku i përket. Përfundim, dashuria që zgjidhet nga shpirti. Kur një burr është i gatshëm të rrezikojë paqen, logjikën ose krenarinë e tij për një grua, nuk është sepse ka humbur kontrollin, por sepse në vetdia e tij ka njohur diçka që mendja nuk mund ta shpjegojë. Jung e quajti këtë një rastësi simbolike, një rezonancë midis dy shpirtërave që takohen për te arsyes. Nuk është obsesion dhe as varësi, por përvoja e njohjes së vetes në tjetrin, ndjenja se shpirti ka gjetur copën që i mungonte. Por ja sekreti, ky lloj dashurie nuk mund të ekzistojë përmes frikës apo varësisë. Kur lidhja lind nga nënvetdia, ajo duhet të piqet përmes vetdijes. Ajo që fillon si tërheqje e thellë, projektim ose magjepsje, duhet të zhvillohet në dashuri të vetdijshme, dashuri ku të dy e zgjedhin njëri tjetrin, jo nga mungesa, por nga liria. Gruaja që frymëzon këtë dashuri nuk është ajo që e humb veten plotësisht, as ajo që fshihet pas maskave. Ajo është ajo që ka mësuar të njohë veten, të integrojë hijen e saj dhe të dojë pa humbur individualitetin. Jung tha se marrëdhënia më e thellë nuk është midis dy njerëzve të përfunduar, por midis dy qenieve që ndihmojnë njëra tjetrën të bëhen të plota. Kjo është thelbi i një dashurie që të i kalon dëshirën dy shpirtra që nuk e glabërojnë njëri tjetrin, por rriten së bashku. Prandaj, kur ai thot, bën ose hesh dhe kjo të huton, mos kërko përgjigjen në fjalët e tij, por në energjinë e tij. Nënvetdia flet përmes gjesteve, pauzave dhe kundërshtive të vogla që zbulojnë atë që egoja nuk lejon. Nëse ai të mbron, kujdeset për ty, përpiqet të kuptojë edhe pa e ditur si atëherë ai tashmë është më i lidhur se sa dëshiron ta pranojë. Ndoshta nuk do ta thotë, sepse mendja e tij ka ende frikë të humbas kontrollin, por shpirti i tij ka zgjedhur tashmë. Dhe ti duhet të dish vetëm një gjë. Nuk ke nevojë të provosh vlerën tënde për t'u dashur. Dashuria e vërtet nuk fitohet me luftë, ajo shfaqet kur dy shpirtra janë gati të takohen pa frikë. Nuk ka të bëjë me ta bërë të doj, por me lejimin e dashurisë të ndodh kur je në paqe me veten. Kur rrezaton nga kjo qetësi e brendshme, bëhesh një pasqyrë në të cilën edhe ai mund të shohë veten pa maskë. Atëherë dashuria pushon së qeni një lojë strategjish dhe bëhet një transformim, një udhëtim i përbashkët zgjimi, një lëvizje e heshtur midis dy nënvetdieve që ngadalë bëhen të vetdijshme. Dashuria e vërtet nuk të lidh, ajo të çliron. Ajo nuk të mbush, ajo të zgjon. Dhe kjo është dashuria që Jung do ta quante fat, ajo që lind jo nga nevoja, por nga shpirti.